Përshëndetje shikues të radio televizionit 21, takohem si çdo të shtunë tjetër edhe këtë shtunë mbrëma. Unë uroj dhe shpresoj që edhe këtë shtunë do ta kemi një atmosferë të këndshëm, si çdo javë tjetër, edhe këtë javë me musafir që janë vazhdimisht shanin, Ramadan Krasniqin, Edona Valloshin dhe Argentina Ramosaj. Mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Unë kam kënaqësinë sonte që ju kam sonte. Argentina ka qenë si vjet, ka qenë po thuaj që me pjesëmarrjen e saj në përmbrëmje, ka qenë me videoklipe, shumë shpejt, më thonë ke qenë, o je komentu. Pas ke mri edhe me pushu, ja pas ke poli pushim vetit. Po, edhe pse kom pas angazhime ndryshme, kom pas shef me të fejumin, me kalu bashkë një kohë mbasi edhe ai ka qenë me shfrytzu pushimin e me dalë me mu e me pushu. E vendosa 10 ditë me majtë pushim, e kom anullu koncert që i kom pas, edhe shkova në Turqi, jemi knaq, kom notu me delfinet, kom po gjana shumë të mira, jem knaq. Argentina i kom pa disa fotografi tua në internet, nëse zgaboj, edhe më kanë pëlqy shumë, edhe të kom komentu. Po, e kom pa. Më ka dok një ftyrë shumë interesante, të urojmë shumë suksese që ti. Faleminderit shumë. Edhe pse edhe si modele po duke shumë, në me thonë, dush me provu vetën edhe... Po veç, Miran të regoj këtu, që Argentina është edhe modele. Pse po thëmë është edhe modele? Pse të emisioni unë jam top model i vitit ri, dhe më thonë që u bo Oplave Party Treshi, Argentina ka fitu si mesin e shumicë e këngëtarëve që kanë qenë pjesëmarrëse se top modelja e vitit. Kështu që e ka dhe titullin e top modeles. Shkojmë, pyetja e parë për kënd është, Miranda? Për Argentinën. Për Argentinën. Hajde Argentinë. Po më intereson Argentina me emrin, kushta ka vua emrin mas pari edhe çka lidhet me, a lidhet me shtetin Argentina diçka po? Emri jam, dhe më thonë Argentina, vjen për i fjallës argent. Dhe më thonë është, dhe më thonë Tina, femrore, dhe më thonë Argent, Argentina. Nuk ka të bëj me shtetin. Unë mami me babin mos kanë qenë Argentina. Kur ke lindë. Jo. Krejt mendojnë ashtu, po nuk është. Shtu me thonë Argentina. Edhe për Argentinën, kom pa videoklipin tonë të fundit, edhe këngën po mendoj e kom dëgju. Më ka pëlqy kënga, a ke plan diçka, në i projekt ri tash të ardhmen po mendoj? Po, kam në plan disa këngë të reja, edhe albumin në fund vitit, nëse gjithçka shkon mirë. Kam plan tash një këngë balad prap, rock balad, kam qenë edhe soundtrack i një filmit holandez, Gone Back, ka dhe aktor shqiptar aty, Blerin Bestani, Astrid Ali Hajdara im duket. Besoj që do t'jetë një projekt që ka me mshty shumë në karrierë. Po më jam mirë, dëshiroj shumë sukses. Faleminderit. Përfundut me pyetje.